Mbyllja e qeverive amerikane ka hyrë tashmë në ditën e 36 duke thyer çdo rekord të mëparshëm në historinë politike të Shteteve të Bashkuara. Mira programe federale janë pezulluar, fluturimet kanë pasur vonesa dhe mbi 800 punonjës federal në mbar vendin ka mbetur pa paga, në një krizë që po trondit jetën e përditshme të miliona qytetarëve. Presidenti Donald Trump ka refuzuar të negociojë për demokratët për rifillimin e financimeve, përfshirë subvencionet e sigurimeve shëndetësore. Për sa kohë ata nuk bien dakord me kërkesat e tij politike, ai kërkon një marrëveshje të re që përfshin ndryshimet në buxhetin federal dhe shkurtime të fondeve për programe sociale. Demokratët megjithatë shprehen skeptik për sinqeritetin e presidentit, duke kujtuar se administrata e tij ka kufizuar ndihmën ushqimore dhe pas vendimeve gjyqësore që urdhëronin mbajtjen në fuqi të financimeve për të parandaluar urinë. Ndërkohë, Trump pritet të takohet me senatorët republikan, por nuk ka në plan asnjë bisedë me demokratët, duke thelluar dhe më shumë bllokimet politike. Kriza ka ndodhur në një moment të ndjeshëm politik, teksa në disa shtete janë zhvilluar zgjedhje lokale që konsiderohen testë për popularitetin e presidentit në mandatin e tij të dytë. Demokratët kanë arritur fitore të rëndësishme në Virginia, New Jersey dhe New York, një sinjal që sipas analizëve mund të ndryshojë ekuilibrat politik në Washington. Mbyllja aktuale e qeverisë ngjan me atë të mandatit të parë të Trump, ku administrata qendrore e paralizuar për 35 ditë për shkak të kërkesave të tij për fonde për ndërtimin e murit në kufirin me Meksikën, por këtë herë presidenti duket më i vendosur të mos tërhiqet, duke e kthyer përplasjen me demokratët në një betejë politike që po kushton shtrenjtë për ekonominë amerikane dhe besimin e qytetarëve tek institucionet.